kërkesa për digitalizim të antarësisë në tetor të vitit 2022, ka qenë ullje të sindikatave, përveç një sindikate si që është ajo e Zbashkut, ku ata i kanë antarësuar për 4 muaj shumicën e antarëve, në ndërkohë në sektorin privat sindikalizmi nuk ekziston. Për të konfirmu gjetja edhe e raportit progresit, po edhe e jona në raportet e tona që kemi evidentuar është ta them tek dialogu social. Ne kemi përveç kundërlidhshmërisë që kemi përmend, rritja e pagës minimale u bë për një ditë. Me përfshirjen e vetme të një sindikate në sektorin privat, e cila kryesisht bën aktivitete sporadike, po jo aktivitete sistematike që të përfshihen qindra mira punëtorë të sektorit privat. Tjetër, rritja pagës së 13. Ne mbajmë mend kryeministrin Kurti, kur në takim edhe me zotin Rahman Jasharaj nga Zbashku dhe me Bashkimin e Sindikatave të Pavarur të Kosovës, kur ai pati thënë që zoti Jasharaj ka kërku amilësi vëllau 100 euro. Në ndërkohë këtë ndarjen e pagës së 13 e ka bërë në mënyrë individuale dhe pa pjesëmarrje të akterëve relevantë. E ka detyrim, përveç që e ka detyrim ligjor, ai ka miratu edhe ndryshu vetë rregulloren e punës së qeverisë në vitin 2023, ku pjesëmarrja e grupeve të caktuara, veçanërisht të këtyre sociale, është qëllimi kryesor i kësaj rregullore dhe një gjë e tillë nuk është përfshi tek arritja e pensioneve. Por ka thonë që s'ka pas propozim prekjesit. Po dhe s'ka thonë propozim prekjesit, në ndërkohë nuk i ka shpall konkursin prekjesin që nga prilli i vitit 2023, përkundër që ka obligim ligjor Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve tek pensionet. Është rritja u bë pa një konsultim, pa një efekt, pa zbatim të ligjit mbi metodologjinë e përcaktimit të pensionit bazë, sepse kur është vendosur në vitin 2004 në kohën e institucioneve vetë qeverisja në atë kohë, ka qenë që me këtë ligj të parantalohet varfëria, në ndërkohë nuk ka një vendim që është dalë në konsultim publik që rën në platformë online aty së paku 15 ditë dhe që ta vlerësojmë realisht se ky vendim për rritjen e pensioneve për 30 euro a komi u ndihmu në mënyrë reale pensionistëve. Pra, 2-3 çështje për të cilat konfirmohen vetëm në mbledhjen e fundit të qeverisë me 26 tetor, gjetjet e raportit të progresit, po edhe gjetjet e raporteve tona si IKD. Në ndërkohë, pas formimit të qeverisë, në lidhje me pyetjen tamam konkrete, qeveria, Ministria e Financave ka obligim që me shpall konkursin, mi përfaqësu 3 grupet, odrat ekonomike, pra përfaqësuesit e bizneseve, të punëtorëve sindikatat dhe qeveria që shkon në mënyrë automatike atje në Këshillin Ekonomik Social. Raporti evidenton tensionet të vazhdueshme ndërmjet qeverisë qendrore dhe komunave, veçanërisht në aspektin buxhetor dhe të kompetencave vetanake. Sa është rreziku autonomia komunale nga ndërhyrjet e nivelit qendror? Po vetëm njëjtë sikur tek dialogu social, tek çështjet e drejtave sociale dhe tek çështjet e komunave ka pasur më shumë konflikt gjatë 4 viteve të fundit, veçanërisht në vitin 2024, ne kemi një lëndë nga Komuna e Prishtinës në lidhje me një rënd në gjykatën kushtetuese për çështjen e të hyrave vetanakëve që Komuna e Prishtinës aktualisht nuk u përcedon disa komunave. Në vitin 2023 është bërë një tentim, në fakt ajo është bërë ligj që të hyrat vetanake nga vitet paraprake që i kanë marrë komunave të kalohen në bilancin buxhetor të qeverisë të Kosovës, por në thesar, në mënyrë që ato pastaj të shpenzon qeveria qysh don vetë. Sepse të hyrat vetanake janë të hyra që secili qytetar e din, që mbledhen nga tatimin e pronës dhe tatime të tjera, taksa ekologjike që mbledhen nga regjistrimi i veturave. Dhe këto të para, nga vitet paraprake, qeveria ka dashur që ti marrë dhe ti shpenzoj vetë, sepse është arsyetuar që komuna nuk po arrin ti shpenzojnë, nuk po arrin ti planifikojnë, nuk po arrin ti ekzekutojnë këto të hyra dhe realisht ne shkojmë me ekzekutim të buxhetit siç don qeveria. Për këtë çështje pastaj kemi reaguar ne si IKD, edhe opozita parlamentare në atë kohë dhe me insistim edhe me presion ton një ndryshim i tillë u bë. Por pavarësisht këtij ndryshimi, Ministria e Financave nuk ka ekzekutuar me kohë këto hyra vetanake dhe nuk i ka
nuk i ka transferu tek komunat. Në raport theksohet që zbatimi i agjendës së reformës dhe plani i rritjes ka mbetur i kufizuar edhe për shkak të bllokadës politike. Si e shihni këtë çështje në situatën aktuale politike në cilën jemi? Në situatën aktuale është papërgjegjshmëri e partive politike, veçanërisht e partisë së parë, e cila e ka ditur se plani i rritjes nuk është një plan që ka nisur në prill të vitit të këtij viti kur në këtë kohë është dashur të konstituohet kuvendi. Plani i rritjes është që nga viti 2022 kur është ditur, sepse Bashkimi Organ nuk vepron ose nuk kryen aktivitete ad hoc dhe është ditur që në fundi vitit 2024, fillimi vitit 2025 do të na gjej në kohën kur do të duhet që kuvendi i Kosovës të miratoj dy këto marrëveshje. Edhe në fillim të vitit 2025 ka pasur kuvend legjitim edhe legal që ka mundur të votoj këto dy marrëveshje, përveç qeveria është vonuar dhe pavarësisht këtyre vonesave është dashur që të mos ketë fiskultura të ndryshme siç ndodhen me konstituimin e kuvendit, të formohej qeveria ose të dështonte formimi i qeverisë meqense nuk ka vota aktualisht dhe të shkojmë në një proces të ri zgjedhor, të formohej prap komisioni, të konstituojë kuvendit, të formohej një qeveri tjetër pa u vonuar dhe të na gjente Bashkimi Evropian me këto dy marrëveshje të ratifikuara nga kuvendi. Dhe kjo nuk do duhet të ndodhte më së voni në qershor ose korrekt të këtij viti. Në ndërkohë ne tani jemi në gotës e në gjysmën e muajit nëntor dhe jemi pa këto marrëveshje. Dhe në këtë, meqense jemi në këtë vonesë, meqense shumica partia e parë nuk i ka votat e mjaftueshme për ta formuar një qeveri, atëherë do duhet që të siç kemi thonë në emisionin e kaluar, që me një marrëveshje politike të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse ose qeveri teknike që së paku do të kryej tre çështje. Këto dy marrëveshje nga plani i rritjes të ratifikoj, ta miratoj në mënyrë ligjore dhe të kushtetueshmërisë ligjin përndarje buxhetore dhe 4 buxhetet për 4 komunat të vazhdojnë në mënyrë që ta kalojmë këtë dhe më pasaj të shkojmë edhe në zgjedhje nëse është nevoja dhe kërkesa e partive politike. Nuk ka përparim, thuhet edhe në pjesën e raportit ku flet për lirinë e shprehjes. Këtu përmendet edhe ligji i KPM-s edhe disa probleme të tjera. Si keni pa këtë vlerësim dhe si janë punët në këtë fushë? Tash, çështja e lirisë shprehjes, tash veçanërisht nëse i referohemi KPM-s, KPM-ja është çështja e pavarësisë së saj, është problem si nga jashtë ashtu edhe nga brenda. Do të thotë ne raporti e përmend çështjen e KPM-s dhe vlerësimin e gjykatës kushtetuese, që gjykata kushtetuese ka konfirmuar gjetjet e Institutit të Kosovës për drejtësi